Tajvani ka thënë se është duke monitoruar me vëmendje të lartë ato që i quajti ndryshime anormale në udhëheqjen ushtarake të Kinës. Dhe ky vëzhgim thuhet se po vjen pasi 2 ushtarak të lartë të Kinës janë vënë në hetim. Njëri nga ata thuhet se është njeriu që është parë prej kohësh si aleati më i ngushtë ushtarak i Xi Jinping. Ai gjithashtu është një nga të paktët oficerë të lartë kinez me përvojë luftarake, pasi ka marrë pjesë në konfliktin kufitar të vitit 1979 me Vietnamin. Kujtojmë se Kina dërgon aeroplan luftarak dhe anije luftarake në qiellin dhe ujërat përreth ishullit të Tajvanit, po thuajse çdo ditë. Dhe këto lëvizje Taipei i sheh si një fushat ngacmimi për të bindur qeverinë të pranojë pretendimet e sovranitetit të Pekinit. Por qeveria e Tajvanit thotë se vetëm populli i ishullit mund të vendosë për të ardhmen e tij. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit atje dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.